sot qytetari shqiptar drejtësi edhe për çështjet e veta personale, por drejtësi edhe për këto vepra madhore të korrupsionit që janë bërë? Kjo është pyetja që intereson çdo. Në këtë moment nuk kanë marrë si parat të vijojnë qoftë për inceneratorin të jepen çdo ditë, madje të mos ndalet as kjo hemoragjia ekonomike, mund të themi. Duhet t'ua themi qytetarëve shqiptarë që sot ata paguajnë për incenerator që nuk ekzistojnë. Paguajnë për shërbime që nuk ekzistojnë. Është njësoj si të vesh në një dyqan, të japësh parat pafund për ditë dhe të mos marrësh asnjë produkt mbrapsht, mos marrësh asnjë shërbim mbrapsht. E thënë me një fjali shumë të thjeshtë për ta kuptuar të gjithë. Dhe kjo është absurde. Në asnjë vend të kontinentit evropian nuk do tolerohej një gjë e tillë, që parat të shpërdoreshin në këtë mënyrë. Dhe unë dëgjoj, madje ndonjëherë më duket shumë absurde, dëgjoj emisione televizive pafund, çdo natë, çdo ditë, të cilat diskutojnë me terma shumë të mëdha për spakun, për drejtsinë e re, për politikën, më lejoni t'ju them një gjë me një bindje absolute. Nuk i interesojnë asnjë qytetari shqiptar gjithë këto diskutime filozofike që bëhen. Çdo qytetar shqiptar sot do që të di se çfarë bëhet me paratë e veta dhe se çfarë do bëhet me paratë që janë mbledhur në këto 10 vite. Sepse janë shifra maramëndse që as në ëndra një qytetar i thjesht nuk i shikon dot. 4 miliardë euro afera, të cilat merren nga paratë. 4.3 që jepën Kanye Westit, dhe sigurisht janë çështje të tjera. Kedhi, në fakt, është kjo... Paratë për Kanye Westit janë kthyer në parë xhepi me këtë qeveri, në krahasim me këto aferat e tjera që viden, apo tuneli Llogaras, apo rrugët që janë me shifra që nuk i gjen as në Zvicër, ndërtohen, kostoja e rrugëve këtu e 1 kilometri rrugë është shumë herë më e lartë se në vendet më të pasura të Europës, ndërkohë janë qytetarët më të varfër të kontinentit evropian. Një shprehje kryeministri Edi Rama, Kedhi, një shprehje kryeministri Edi Rama thotë që është ulur korrupsioni, prandaj ne kemi edhe rritje ekonomike, ndërkohë të gjithë raportet të qofshin këto edhe vendase, madje edhe ato ndërkombëtare, e tregojnë se ekonomia shqiptare sa vjen dhe ulet, madje edhe ajo paga minimale shqiptare, me pagën minimale shqiptare mund të blesh më pak gjëra se në çdo vend tjetër, jo vetëm të Ballkanit, por gjithashtu edhe të Bashkimit Evropian, duke cilësuar Shqipërinë si një nga vendet me çmimet më të larta dhe me paga të më të ulta. Ky korrupsion sa ndikon në rritjen ekonomike dhe sigurisht në xhepat dhe në konsumin e përditshëm qytetar, pasi Rama lavdrohet me uljen e korrupsionit? Transparency International e nxjerr Shqipërinë që ka rënë me 11 vende për sa i përket korrupsionit në një vit. 11 vende ka rënë. Sa që është përmendur kjo shifra dhe në raportet e IBAR-it, e Komisionit Evropian, e Parlamentit Evropian, aq alarmante është. Se si mund të rritet korrupsioni në mënyrë kaq të menjëhershme dhe me këtë rritje kaq të madhe. Ndërsa për sa i përket rritjes ekonomike, këtu luhet shumë me shifrat dhe nxjerrin ca shifra që mund të duken shumë impresionuese në pamje të parë. Ne duhet të kuptojmë këtë gjë, edhe për njerëzit që nuk merren me këtë çështjen e shifrave. Nga viti 2013-2014 deri në vitin diku te 2020, kur filloi pandemia pak a shumë, ekonomia shqiptare është mbajtur me 2 projekte të qeverisë Berisha. Çdo njeri që mund të jetë skeptik me fjalët e mia dhe mund të thotë është i anshëm, për këtë gjë mund vetë të verifikojë shifrat para let. Shifrat shpesh nuk gënjejnë, domethënë. Nëse nuk janë manipuluar gjithmonë. Po, nuk besoj se Instati vazhdon të gënjejë dhe tani për ata që janë skeptik. Është me 2 projekte të qeverisë Berisha, që është Kaskadet e Bollit dhe projekti TAP. Në momentin që mbaruan këto 2 projekte, ekonomia shqiptare është mbajtur me paratë e narkotrafikut, të cilat vinë dhe pastrohen në sektorin e ndërtimit, dhe me fryrjen e administratës. Sektori publik sot mban ekonominë shqiptare bashkë me paratë e narkotrafikut, ndërkohë që sektori privat duhet të zgjerojë, të zhvillojë me konkurrencë, me rritje pagash, ulje çmimesh e tjerë me radhë që të mbante edhe sektorin publik. Jo, në Shqipëri është e kundërta, mban sektori publik tashmë sektorin privat dhe paratë që tham të narkotrafikut. Tani, në momentin që bujqësia është në recesion që nga viti 2020, në 3 mujorin e fundit të 2020-s, pra bujqësia është duke u tkurrur, prodhimi është duke u tkurrur. Ne nuk prodhojmë sot asgjë. Industria ka një 4-5 vite që është në krizë dhe industria. Në këto kushte kur ne nuk prodhojmë asgjë këtu,
dhe na duhet të importojmë nga jashtë, natyrisht që çmimet këtu do jenë më të larta se çmimet që janë në Europë. Dhe në fakt e vërteton Eurostati. Sot çmimet në Shqipëri janë më të larta se mesatarja e çmimeve në Bashkimin Evropian. Dhe çmimet që janë më të larta janë produktet më bazike. Veza, djathi, buka, të cilat në Shqipëri, produktet e shportës, po dhe tek shporta gjërat më bazike që çdo familje shqiptare i konsumon. Dhe janë 132% më shumë se sa mesatarja e Bashkimit Evropian, vendet bashkimit. Ndërkohë, familja shqiptare konsumon në një përqindje shumë të lartë buxhetin e vet vetëm për ushqime. Është përqindja më e lartë në Europë. Dhe si pasojë, sot kemi 20% të shqiptarëve që janë në varfëri ekstreme, 55% ishte një anketë e para 2 javësh në mos gaboj, e shqiptarëve nuk mbyllin dot muajin, 55%, më shumë se gjysma e shqiptarëve, mendoj se është shifër më e lartë, po të paktën sipas kësaj ankete, dhe sot shqiptarët janë të detyruar të largohen sepse nuk kanë asnjë mundësi këtu. Në treg nuk konkurrojnë dot, sepse të mbysin oligarkët dhe klientët e qeverisë. Pra, në sektorin privat, në të gjitha fushat, se ne shikojmë se si jepen tenderat këtu, që janë të paracaktuar, u jepen klientëve etj. Në shtet do duhet të jesh të gjesh mik, të jesh ose patronazhist ose të jesh mik i deputetëve të Partisë Socialiste apo i nuk e di drejtuesve të kësaj mazhorance formale. Si do të jetën e vet? Këto është të cilat i kemi thënë më së një herë, madje janë çështje të themelore për të cilat preken Shqipërinë, pasi detyrojnë të rinjtë të largohen.